Ibn Abdul Barri ka lindur në vitin 368 sipas hijretit në Kordobë të Spanjës. Emrin e plotë ka Jusuf bin Abdullah bin Muhammed bin Abdul Barr. Baba i tij ka qenë një prej dietarëve, prej juristëve të njohur të kohës, pra rrjedh prej një familje që fen e ka tradit dhe që aspektin shkencor e ka tradit familjare. Baba i tij ka jetuar relativisht shkurtër, ka jetuar vetëm 50 vite. Ibn Abdul Barri ka qenë i vlerësuar për dijen dhe personalitetin e tij. Është vlerësuar si hafidh, si dietar, madje si dietari apo hafidhi më i njohur i kohës në të cilën ka jetuar. Për të marrë dije, ai i ka rënë rreth e përqark Spanjës nga lindja deri në perëndim. Imam Dhahabiu e ka përshkruar si njeri të besueshëm, si fetar, si dietar i madh, si i thelluar në dije, si ndjekës i sunnetit. Pavarësisht se Ibn Abdul Barri, nëse mund të themi kësaj formalisht, ishte ndjekës i medhhebit Maliki, kishte ndonjëherë disa anime ndaj medhhebit Shafi. Pavarësisht kësaj, ai është vlerësuar nga dietarët si imam mujtahid, pra si dikur që ka arritur atë gradën më të lartë që e ka bërë të denjë që të ketë edhe mendimin e tij personal për çështje siç kanë pasur edhe dietarë tjerë të mëdhenj. Ebul Walid el-Baji ka thënë nuk ka pasur dietar më të madh në Spanjë sa i përket hadithit se sa Ibn Abdul Barri. Ai ka qenë hafidhi më i madh i Maghribit. Ibn Abdul Barri është autor i një sër veprash të cilat kanë vlera të jashtëzakonshme. Ai është autor i Temhidit që flet për Muatan e Imam Malikut, pastaj ka një libër Jamiu Bayan al-Ilmi wa Fadli, në cilin flet për çështje të ndryshme dhe një libër që ka vlera të jashtëzakonshme, pastaj librin El-Isti'abu li Asma'i s-Sahaba, pastaj librin El-Bayan an Tilawati al-Quran, pastaj El-Madkhal fil Qiraat, pastaj ka një libër vetëm sa për të ilustruar disa prej tyre, në të cilën flet për virtytet e tre imamëve të mëdhenj. Ibn Abdul Barri ka jetuar goxha gjatë, ka jetuar plot 95 vite. Ka lindur në vitin 368, ndërsa ka vdekur në vitin 463.